Mbi 1000 qytetarë në vend janë pjesë e trafikimit për punë dhe shfrytëzimit për punë, ndërsa fakti më i dhimbshëm është ajo që ky numër, pjesa më e madhe janë fëmijë apo gra që shfrytëzohen për punë. Sipas konferencës së biznesit në vend, aktivitetet e shfrytëzimit të punës janë më të shpeshta në sferën e bujqësisë, ndërtimtarisë, turizmit dhe shërbimeve të hotelerisë. Poshtë shtetasve të Maqedonisë në vend ka dhe punëtorë të huaj të cilët trafikohen. Kemi të dhëna se shfrytëzimi për punë në vend, por edhe në rajon ka marrë hov edhe nga të dhënat e fundit. Mund të themi se qytetarët tonë punojnë në diasporë dhe janë pjesë e shfrytëzimit për punë, por gjithashtu këto të dhëna tregojnë se qytetarët të vendit janë të shfrytëzuar për punë dhe në vendin tonë, por me bashkëpunëtorët në MPB. Arritëm në të dhëna se edhe shtetas të huaj, pavarësisht lejes së tyre për punë, edhe më tej janë viktimë e shfrytëzimit për punë, tha Mile Boshkov, Konfederata e Biznesit të Maqedonisë së Veriut. Lidhur me rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me trafikimin e punës dhe shfrytëzimin e punës, Konferenca e Biznesit me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës nisën sot një fushat me studentë për të informuar lidhur me këtë dukuri. Mendoj se ngjarje të këtilla, ku shkenca, biznesi, institucionet, sindikatat, punëdhënësit së bashku do të bashkëpunojnë, është gjë e mirë, sepse nga njëra anë, biznesi merr informacione që t'i detektoj problemet sa i përket shfrytëzimit për punë dhe nga ana tjetër studentët marrin dituri të caktuara me atë se çfarë ndodh në pazarin e punës dhe keqpërdorimin e punës, cilat janë arsyet dhe pasojat, deklaroi Lazar Jovevski, profesor i së drejtës së punës. Iniciativa për ndërgjegjësimin e quajtur ndoshta je i përfshirë në shfrytëzimin e punës, qëllimi kryesor e ka parandalimin dhe luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore me qëllim të shfrytëzimit për punë.